Përshëndetje miq, këtë mollën këtu do t'ua tregoj, e kam bërë 12 lloj molle, edhe 2 dardha, nëse do zënë gjithmonë, do t'ua tregoj se ku janë. Këtu e kam bërë një mollë verore. Këtu e kam bërë një mollë Fuji, 2 kalema, një kalema e kam bërë gold, 2 kalema këtu i kam fut John Golden, edhe një e kam bërë mollë se që quanim ne jena tonë. Edhe këtu kam bërë një mollë kanadeze edhe një mollë varadece. Këtu e kam bërë një mollë që e quajmë ne mollë gjuri e madhe. Këtu i kam fut një dardhë. Kjo ka qenë një mollë e dëmtuar, pasi e preva shumë vitin e kaluar, e mori vetën bollë mirë, edhe unë e kam shartuar disa llojesh. Edhe këtu është një dardhë dimrore, kjo këtu është dardhë dimrore. Këtu i kam fut një mollë stërking, është stërking kjo. Ta shohim nëse do kapin. Kjo pas shku në fazën që e pa ta pret 80% si mollë, dhe të shi e kam bo për qef. Dhe ta shohin a do kapin këto kalemat këtu që i kam vonë. Dërsa kjo vetë si mollë ka qenë në mollë verore, kokër madhe, ka prodhim të shqip. Por dijavë do qelin lulet, por i kam bërë edhe një shartim të shumë llojshëm, rreth 12 lloj molle dhe 2 lloj dardhe kam fut në këtë mollë. E boj thjesht për qef, e kam hobi, dhe ta shohim kur qelin. Respekt e marakli, e gëzuar dhe kjo nat kadri që sonte e festojnë gjithë muslimanët. Respekt.